Shikoj se na dërgojnë sot mëngjes, na dërgojnë një poezi për shembull që kanë bërë. Do ta dëgjosh po, edhe duam ta dëgjojmë. Ua. A doni ta lexoni? Se keni në ekran. Jo lexoj ti se. E premtja bën shumë vap. Freskohemi buzdetit duke dëgjuar Wake Up. Wow. Pak diell, pak magji, luaj tiko tako, fituesi edhe ti. Vështro detin, foli pak. Kënga ku je? Nuk është shumë larg. Që nga kënga jote është tash e ka. O të vdes në sa të vishë të poezinë. Ta falenderojmë. Dikush nga dëgjuesit tan pra ka dërguar. O Blendi. Ja gjejmë në firmën këtu. Ndoshta se Faleminderit shumë për poezinë. Shkruan thuaj tekste këngësh sa ke çmimin për të çmim. Seriozisht e ke? Po do kesh fjalën Wake Up brenda. Tash nuk ishte e keqe dhe jemi mirënjohës, por nuk e di nëse duhet kthyer në art, po domethënë në këngë. Se dihet mund të jetë kreativ djali ose vajza. Na çojnë edhe një klip i cili vjen nga sa kuptoj unë këtu tash Brigjet e Karaburunit. Po na lini më rahat, më zot. Videot e teleshikuesve dhe dëgjuesve të radios që na çojnë sot mëngjes në Perëndi sa bukur. Planet tona, por u murditëm. Çam çuan tjetër. Atëherë se sot do kemi ftuar, na çoni gjëra që foto nga pushimet tuaja. Dikush ishte në Greqi, në Sivota, ishte një foto atje që e pash. Sivota. Po, pash edhe një kaproll. Një kaproll. Po, ishin si freskot në kaprollin. Duhet të jetë në llogaran ndoshta. Ky mund të jetë në llogaran, po, fare mirë. Është vendi më i mirë për qen tani në fakt. Bukur. Është shumë freskët. Për freskun e llogarans, po? Po. Ja, shikoj. Janë dy kaprojnë tash. O çatë mirë. Bukur. Njëri është çun, tjetri është gocë, me sa kuptoj. Ata që na shohin nga ekrani shohin shumë mirë, nga radio. Shumë të bukur. Imagjinoni dy kaproj me ca pikat bardha te kurrici pa. Janë bukur shumë. Kemi pyetjen e ditës dhe sot ju lutemi të na tregoni si qëndroni të freskët në këto ditë të nxehta. Na shkruani në 069 442 8873. Unë do të isha si qeni im, që rrike pllaka kështu. Shiko, në ditën e nxehta, po them ti nuk do doje të ishe si qeni. Si qeni yt as qeni shumë. Në anglisht juan dog days, këto se qeni ti rrilla pa jashtë. Ke parasysh se si është? Se qen s'kan porë më duket. Nuk e di. Këto ditë ai qeni nuk e malla, po është mirë, do të thotë është mirë. Në shtëpi me kondicioner. Si zonj. Qen janë këta qenë që janë në plazh. Që gjejnë një sop hije. Mendo për qen në Indi. Nëse okay, vazhdo. Okej, si qesh. Kemi komente. Albani thotë rrethohem nga njerëz të ftohtë që ta përballoj pak vapën. Që ka bukur kjo. Më duhet njëra me zemër të akullt. Dhe ju do pyesni, cilët janë këta njerëz të ftohtë? Era na shkruan dhe thot flas me kunatat. Po jera të rastë mira. Freskët. Elira shkruan thot veshje sa më të lehta, ujë dhe fruta të freskëta për të qëndruar të hidratuar dhe për të rregulluar temperaturën e trupit. Shmang daljet në oraret e drekës, mbajtja e shtëpisë ose ambientit të punës me temperaturë konstante, ajrosje në orët e para të mëngjesit duke hapur dritaret dhe gjatë ditës kondicioneri. Ka ca njerëz që ende bëjnë gabimin i ka përmbledhur të gjitha. Fatal të mbajtjes së dritareve hapur në një ditë si kjo fjala vjen, sikur do të fryj apo do të bëj fresk. Këshilla është që ti mbash mbyllur dritaret, po ti hapësh tani në mëngjes, tani shkoj që ti mbyllësh, po, dhe ndoshta edhe perdet duhen ulur në mënyrë që dielli mos syri dhe kështu që ndron më fresk. Edvini na shkruan thotë duke par Wake Up, duke dëgjuar Top Gold dhe duke shkuar në plazh me një shoqe moderatore. Që po kështu është hot më çu, nuk është freskët. Kush është kjo vajza? Është Edvini shoku jonë, na komenton çdo ditë. Ndoshta. Me një shoqe moderatore. Me këm vllase. Për Artkandi na shkruan zakonisht, po nuk e di. Mirë. Ka ndryshuar emision thuj. Suela thotë vetëm në shtëpi, kondicioner dhe ventilator, nuk dilet jashtë, ora 9 të mëngjesit të djeg dielli. Okej. Ndryshon rutina tani në verë. Do apo nuk do ti ta pranosh, është bëhet shumë e vështirë që të qëndrosh jashtë. Fjala vjen ora 11 e drekës, për shembull është 11 para ditës do të. Është merr. Do duhet të jesh brenda në shtëpi. Nuk diskutohet 3, 4, 5, 6 dhe vetëm nga 7 sikur fillon jeton prap. Kështu që njerëzit mblidhen mirë pak frym. Në shtëpi. Thanasi thotë me buzëqeshje ajo e mban të freskët shpirtin, i cili buron nga një shpirt i plagosur. Ai ka hallë të tjera po. I dashuruar filozofik. Nuk e mendoj që kjo pyetje do të ndosë dhe përgjigje kaq filozofike. Të frymzon vapa. Bardhi thotë duke ndenjur në hijen e fikut. O sa mirë. Bravo. Fiku mund të lëshoj edhe në një kokër nëse është i mbar ashtu, kështu që, okay. Ideali thotë duke pirë birra.
Edhe birat frekuentohen tani se verës shtohet kjo gjë tjetër. Po donim të pyesnim edhe për të ndarë disa këshilla. Pra parashikohet që në javën që vjen, po edhe 10 ditët e ardhshme, pra edhe java e parë e korrikut, temperatura do të jenë rreth 40 gradë. Është quajtur sa quajnë ferri, ku diun se çfarë, domethënë nga këto gjërat, por do jenë nxehtë. Dhe nëse ju keni një këshill praktike se si ja bëni ju për ta përballuar këtë, se vjen vit për vit kjo fazë e verës, ndajni me ne ato sot në 069 442 8873 dhe ndoshta I bëjmë dobi dikujt tjetër, se si qëndrojmë ne të ashtu. Po për shembull, marrim një kovë me ujë, e hedhim në ballonjë dhe shtrihemi në dyshemen e bazës. Deri më aty. Derisa të vi dikush na marrë. Një kovë të vogël me ujë, një saplake të vogël edhe kur të zë. Ose ka njerëz që bëjnë kështu kompresa të ftohta. I lagin me ujë, I fusin në aku dhe pastaj I vënë në kokë. Sekreti është I mbashtur mbi kokë. Freskohet gjithë trupi. Diku tjetër për shembull ku mund të kesh ndonjë hapësirë që është sjellës. Po. Të mbash ato se varet. Po sjella. Po se diz mua kam nxehtë gjithandej. Po dy në sjetëll po mund të ishte mirë për shembull kështu. Dy kompresa. Freskohet sjetulla. Nice, okay. Kjo ishte ide shumë. Për të shakave, ka disa rroba që janë shumë të mira realisht për të veshur. Për shembull siç është linoja, ka dhe disa materiale të tjera që janë shumë të lehta dhe shumë të freskëta për Jo xhinse, unë e bëra gabimin dje vesha xhinse dhe thashë vdiqja rrugës, e kupton, domethënë nuk e di. I kemi shumë çfarë gaboni të vishni xhinse, është tmerr, është shumë rap. Vetëm gjëra të holla. Edhe kanatiere. Po. Ekspozoni pak shpatullat tuaja. Tani edhe pantallonat e shkurtra janë pothuajse një domosdoshmëri, po themi kështu. E kuptoj që në vendin e punës shumicën e vendeve nuk lejohen e tjerë. Po kur si në punë të dalësh me gjata në ditë si kjo është çik kështu. Shkërceni Ricky Martin. Jo la vida loca. E di. Po pse ka njerëz që vërtet e bëjnë këtë? Ke parë kur ikën këtu? Ka njerëz që ka një kanatiere poshtë edhe sipër një këmish, e mbajnë gjatë orarit të punës dhe kur dalin tak e heqin direkt atë këmishën dhe janë me kanatiere. Ka zgjidhje. Është një gjë e mirë. Ka gjithmonë zgjidhje. Mirë, na shkruani 069 442 8873